Një tjetër situatë e tensionuar në ferma VIP ka vendosur në qendër të vëmendjes Adion, pas një përplasjeje me Mimoza Ahmeti që ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet. Adioni: "Ti je Moza Ahmetoviću", u shpreh fermeri. Kjo deklarat u perceptua nga një pjesë e publikut si fyese dhe e papërshtatshme, duke sjell kritika të shumta ndaj banorit. Moza: "Ahmetović je ti, lufta bum, mani, para, këndej pum." Adioni: "Unë nuk jam Ahmetović, unë jam Puka." Moza: "Puković." Jo, unë kam mbiemër shqiptar, jo si ti Ahmetović. Mua nuk mundësh të më ndron mbiemrin. Po Ahmeti është mbiemër musliman, njerëz ka lidhje fare me slavët. E keni ndruar ju, unë s'e kam ndruar. Unë jam Puka, se kam ndruar asnjëherë. Më ka thënë babai, jemi miq, kemi qenë kristian. Hajde një pushtues, ndrysho. Hajde një tjetër, ndrysho. Ec në komunizëm, hiqe. Ahmetaj kemi qenë ne, na e hoqën. Episodi ka nxitur reagime të forta në rrjetet sociale, ku një pjesë e publikut e ka konsideruar gjuhën e përdorur si të papranueshme dhe përçarse, ndërsa të tjerë e shohin si pjesë të dinamikave të forta të lojës brenda ferma VIP. A duhet të merren masa pas këtij debati?